Mik, a i ka dinamik të jashtëzakonshme për atë muhabet? O Laer, ti ja fut kot tani, se jashtë, këta pas kanë bërë kërdin. Ne kemi parë kështu përballë. Jashtë ta kanë bërë kërdin, ku e diti që kanë thëmë në dhëmë këta ora? Jo, nuk e di. Po të lutëm, tani këta po thonë, Danja po i thot Jozit, tim ka me skenarit e tuja. I thot Aldos me skenarit, Jozi thot, Aldo me Danjë janë akoma bashkë. E kuptona se kupton ti. Këtu këta, shiko, këta pas kanë lutë Karapenzin të lutë, dhe tani janë në këtë situatë që janë. Pa tjetër. Mus më ka ardhë njëri të thot, tim ka ardhë me skenarit e tuja. Unë dhe jerë që tha i thash Laer do të me bëmë që si skenar. Jo, po. Prap po të them, midis të dyve, e di pse, sepse janë, shiko, midis Aldos dhe Jozit, po është Jozi. Midis Jozit dhe Kellit, po është Jozi. Midis Jozit dhe Loredanës, po është Jozi. Midis Jozit dhe Danielës, janë shumë të ndryshëm. Janë shumë të ndryshëm. Dhe nuk e di. Nëse nuk do ishte Danja, do ta kishte zgjedh Jozin? Në vend Danjës? Po do ta kishte zgjedh pra Laer, se ti thot Danja dhe jo. Këtu, në shtëpi. Jo, më të kishte dalë. A do kisha zgjedh Jozin? Po, do kisha zgjedh Jozin, pa tjetër. Pa tjetër do kisha zgjedh Jozin. Për cilën arsye kisha zgjedh ti? Sepse Jozi ka një dinamik dhe i ka dhënë lojës. Po sigurisht. Por unë të them që me qoftë se në finalen shkon Rozana, për ato arsye, Egli, për ato arsye, pse të mos jetë një vajzë, po themi midis 4 vajzave, do me thënë, Daniela, Gerta, Rozana dhe Egli. Kemi 4 femra. Me çrregullsi dhe lëmshnaj mendimesh, dakord, fyerje, bada buba, por luftarake. S'ke që bën, ashtu është, s'ke që bën. Ashtu është, mo. Në anarki, s'ke që bën, ashtu është. Kush?